والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmetoni me Ahmedin librin e tij Zuhud se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Idha sami'ta qawla Allahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu far'iha sam'ak fa innahu khayrun tu'mar aw sharrun tunha anhu." Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, kur ta dëgjosh fjalën e Allahut, o ju cilët keni besuar, koncentrohu mirë në atë që thuhet, nga sa ajo që thuhet pasaj ose është një obligim, një urdhër i mirë me cilën urdhërohesh, ose është një ndalesë nga e cila ndalohesh. Kjo fjalë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu e tregon në rend të parë lidhjen që faktikisht e ka pas ky sahabi i nderuar me fjalën e Zotit derisa ka ardhur te ky përfundim. Ka se ky përfundim është lehtë me ardhur me të, domthonë lehtë praktikisht e kam për qëllim. Nuk është ndonjë zbulim, po vetëm vjen me kop Kur'anin, edhe me këshyr krejt ajetet që ka folën ja ayyuhalladhina amanu, edhe me këshyr pastaj pas kësaj fjale çka vjen, cila pjesë vjen, çka vjen. Normalisht duhesh pikëspari me ditë kur ta qesh Kur'anin çka po lypi i Kur'anit. Tani kur ta dish çka po lypi i Kur'anit, tani e gjon edhe përgjigjen. Nga se Kur'ani që ka thonë dietarët është mesazhe prej Zotit. Dhe njeriu varet çysh i pret çto mesazhe, çfarë forme i pret çto mesazhe. Mbas ta dish çka po lypi i Kur'anit, pastaj duhet me u mundu me kuptu Kur'anin tamam ç'është duhet. Dhe pastaj me reflektu në bazë të këtij kuptimi. Gjitha këto i ka plotësuar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Andaj edhe ka thonë këtë rregull të përgjithshme. Kur ta dëgjosh këtë pjesë të Kuranit, këtë tok fjalësh, ja ayyuhalladhina amanu, ju cilët keni besuar, atëherë koncentrohu. Nga se mas kësaj pjese ose vjen një urdhër që duhesh me bë, ose vjen një ndalesë nga e cila duhesh të largohesh. Dashur vllazni, thirrja e Zotit në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, ka ardhur në 89 vende në Kur'an. 89 herë. Dhe si se në herë që vjen, qysh e tha edhe Abdullah ibn Mas'udi, si se në herë tregon diçka tre, lyp një dispozit. E lyp një diçka prej secilit prej njerëzve në mënyrë të veçantë prej besimtarëve që ta realizojnë dhe ti përgjigjen Allahut. Pse Zoti ka thirrë ja ayyuhalladhina amanu? Dhe pse Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu po e din që në momentin që vjen kjo thirrje, vjen edhe një urdhër ose një ndalesë. Me që thirrje po lidhet një urdhër një ndalesë. Pse nuk po lidhet një urdhër dhe një ndalesë me thirrjen që shpesh vjen në Kur'an, ja ayyuhan nas, o ju njerëz. Pse s'po lidhet që kjo urdhër dhe kjo ndalesë e njëjtë me thirrje tjera që vjen në Kur'an, ja bani Adem, o bita Ademit. Po lidhet vetëm me çit çështjen, vetëm me çit emrin e imanit. Unë do t'i përmend vetëm 3 çështje ose 3 dobi, ndoshta më thon dobi që ndërlidhen me këtë emër. E para është sikurse Allahu po don me i thirr ata njerëz të cilët ja kanë dhënë besën Allahut. O i cilët keni besu. Na po themi amanna billah. Kena besu në Allahun. Dhe kjo është një lloj bese, një lloj kontrate mes teje edhe Zotit. E tash Zoti po don me ngrit këtë temën aq shumë, aq nalt, urdhën e tij, ndalesën e tij, po do me qitë në shesh, mu pa mirë, duke të thirr ty me lidhjen që e ki ti mes teje dhe Zotit.
Sikurse Zoti po do më na thonë neve që e kena një marrëveshje mes veti, unë me ty, edhe për shkak që kësaj marrëveshje janë do obligime që duhet mi kry, atëherë unë po thirrin në emrin të kësaj marrëveshje. Sikur më thonë dikush, jena me një vend këtu, edhe secili punon me një firmë caktuar, edhe thirr njëri thotë, ai cili punon filan firmën, le të ngojnë se tash janë do rregulla. A vlen kjo për ata që punojnë çat firmë? Nuk vlen. Sa i precizon, po thotë ata që punojnë filan firmën, le të ngojnë tash do rregulla. E Zoti më thotë besimtarëve, ju që e keni dhënë këtë besë, që puni me keni besu te unë tamam ç'është duhet, atëherë me juve e kam një muhabet tjetër. Për këtë arsye dashur vëllezër, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ata cilët kanë thonën Zoti jonë është Allahu. Kjo fillim, Allahu po përmend këtë fillim. Ata cilët kanë thënë Zoti jonë është Allahu, pastaj kanë vdek. Pastaj kanë qëndruar në këtë fjalë. Çka thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur ai personi që i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam më këshillon diçka, më jep një këshill, një porosi, ka thonë thuaj amantu billahi thumma istaqim. Thuaj unë kam besuar në Allahun, amantu billah, kam besuar në Allahun dhe pastaj qëndron në bazë kësaj fjalës. Pse se kjo është marrëveshje. Kjo është besë. Kjo nuk është thjesht një fjalë që e thuti, jo, është një marrëveshje mes teje dhe Zotit. Andaj Zoti në gjitha këto ajete, 89 ajete na përkujton neve me çet marrëveshje. Pse na përkujton me çet marrëveshje? Për me kallëzu se në bazë të kësaj marrëveshjes do të mi kryer edhe çdo urdhrat edhe çdo ndalesat që vinë më vonë. Se e ke nënshkruar në fillim. Ti mundesh mos më nënshkru. Mundesh me u distancu për këtij nënshkrimi. Që mos me të përfshi pastaj marrëveshja. Ama ata që kanë ke përfshin marrëveshja e Allahut, ata pastaj janë të dalërit nga rruga e drejtë. Kjo është e para. E dyta dashur vëllazëni, kjo thirrje e Zotit edhe është teshrif, edhe është teklif, edhe është nderim, edhe është përgjegjësi. Allahu të nderon përmes kësaj thirrje. Për këtë arsye disa dietar çto ajete ja alladhina amanu i kanë quajtur ajete të privilegjimit të muslimanit. Kjo është privilegj. Është nder. Pse? Se këtë njerëz që janë tash në botë, kur ta lexosh çdo ajet ti e din që krejt njerëz që janë nëpër botë, mujnë me hinë çdo ajete veç tash kanë besuar në Allah. Jo dikush tjetër. E në mesin e çdo që hinë çdo ajete je ti. S'mund me hi aty besim, domthon ata njerëzit ose pasuesit e fejve tjera. Se ata nuk kanë besuar Allahun me hak. Besimi këtu është përshtatëm vetëm ata që kanë besuar Allahun me hak, me drejt, tamam çish ka lyp Allahu për të ne. Dhe nuk ka mundësi dikush me besuar Allahun me hak nëse nuk i beson pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk ka mundësi po ashtu për me zbut mohabetin me besu Allahun me hak dikush nëse nuk i beson Isës, Musës, se kujna dush për pejgamberët. Andaj besimi që me këtu ka për qëllim besimin me hak, tamam, me drejt që e meriton Allahu mi besu. E tash mesin e njerëzve paramendon që tash më kon çto janë 1000 vet, edhe veç 100 vet ose veç 10 vet më kon besimtar në Zotin, tamam ç'është dohet, edhe me një qita jat. Edhe ti më thonë subhanallah. Unë e koksh në piqë në 10-ve, në mesin e shtynë 100-ve. Kjo nder. Kjo është nderim që Zoti ta ka bëu ty përmes besimit, përmes imanit. E tash mirë globin tokë tash sa jetojnë njerëz, 8 miliard, asaj u bë. Tash mesin e qytetit 2 miliard janë pranë musliman. Shumica domon 1/4 pranë janë musliman. Ose 1/3. Tjerët janë jo musliman. Dhe në mesin e shtynë muslimanëve, Allahu alam, Zoti e din, sa janë besimtarë në Zotin. Ka në që veç i kameta jam në s'ka lidhe me fejheq, kur gjaheq. E tash mesin e që saj pakicës, ti e njën vetën që Allahu po thirë ty taman.
E treta, pika e tretë, kur e nin veten çështo, që Zoti po thirr me çet emër, edhe po dallon mesin e krijesave, edhe po privilegjohesh tek ta me emrin e imanit, vjen pastaj në pyetje që ajo që e përmendja Abdullah Mesudin fillim. So jam une i gatshëm mi u përgjigj Allahut në çdo kërkesa që Zoti pastaj i ka mas shtyna jetëve. Dhe kjo është e treta. Nëherë po gëzohemi, pe kujtojmë herë besën që ja kena dhonë Zotit, kena thonë jena besimtar, jena musliman, po gëzohemi që Zoti po na dallon, dhe pastaj e treta, so po lëvizim kur po i dëgjojmë çdo ajete. Ka mundësi dashur me lexu ajete në Kur'an, domthon ajete për shembull të historive të ndryshme, ka ajete të bukura, ngjarjeve interesante, ka ajete domthon që tregon Zoti për të këqijat e popujve të ndryshëm, tiranëve të ndryshëm. Edhe secili prej tyre ka një qasje, ka një mesazh. Mi po momenti që vjen, o i cilët keni besuar, me njëherë ti dëshmë marr për veti. Edhe ato mirën, edhe për atyre të dëshmë përfitu. Edhe për aty në ajete tjera dëshmë mundu me shtim praktik. A u momenti që vjen që kjo ajete ja ledhina amenu, atëherë me njëherë thuj, nalës se Zoti ashtu na thirr. Po këtë arsye është interesant në rast njëherë, një person e ka pranu Islamin, edhe ka marrë me lexu Kur'anin. Edhe kur e ka marrë me lexu Kur'anin, ka qellu te surja El-Muddathir. Ja ayyuhal muddathir, qum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ajete domthon, o ti mbuluar, çu edhe kallzoj njerëzve. Edhe ai ka menu që do të më çu për një. U kondën tonetën si më mirë në krevet shtrat, kur e ka lexuar ajetin u çu, edhe ka lexuar ajetin tjetër, kallzoi njerëzve, ka filluar mi kallzoj shtëpisë. Çështë kuptohet Kurani. Normalisht ajo është ky rast ai këtë rast ky ka bërë pi padijës. Se Zoti këtë ajet e ka zbritur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që kur ka shkuar dhe u mlu, Allah i ka thonë s'ka vakt tash më mlu. Çu tash kallzoi njerëzve. Mirë po ajo çka është ana e bukur e këtij shembulli është se ai e ka marrë në ajetin çish e ka lexu, ka filluar me njëherë me shtim praktik. Çështu në realitet janë mesazhet e Zotit. Ç'të janë mesazhet e Zotit? Domthon momentin që ti e shef një ajet, një urdhër, një ndalesë që vjen prej Zotit, ti duhesh më njëherë më munu me shti që ta në praktik. Nëse munohesh kështu, atëherë ti e ke forcu që të lidhjen që të ka thirrë Allahu me emrin më të bukur, me emrin e imanit. Nëse nuk je kështu, e ke hup, e ke dobësu. Dhe kjo është sikur në jetën praktike që e përmenda pasë. Dikush thirr në emër të një firme që ti punon ta dhe ti shkon. Çka i bën kjo? Nuk je punëtori i përgjithshëm. Si je i zellshëm. Pse? Se ti je të punu filan firmën edhe ai po thirr në emër të kësaj firmës edhe ti s'po shkon, nëse po shkon kadal. Ose nuk po e bën punën që ç'do. Ti nuk je punëtori i zellshëm. Çështo na jena në praktikisht me Allahun azza wa jall. Çaq më mirë që i marr me fjalët e Zotit, çaq më afër zemrës që i marr me fjalët e Zotit, thirrjet e tij, ndalesat e tij, çaq më shumë e kena formuar dhe e kena lidh që të lidhen që do të me pas mes neve dhe Zotit. Ai që lidhet me Allahun azza wa jall, ai nuk ka mundësi me u dobësu asnjëherë. Problemi dashur vllaznia është se Kur'anin në shumicën e herave muslimanët e sodit e lexojnë sikur kur lexojnë një roman, edhe në libër në autorit, ose sikur kur e lexojnë vetëm për bereqet. Lexoj valla Kur'anin se ka bereqet për leximin e tij. Amo kryesorja e Kur'anit është puna me ata që lexon. E nëse e kena që të synim puna me Kur'anin, me ajetet, thirrjet e Zotit, me munu me nxjerr mësime vazhdimisht, me jetu me Kur'anin, vallahi tjetër jetë është ajo. Tjetër jetë është ajo. Për këtë arsye dietar të mëdhaj ka pas, të mëdhaj kodra janë kon, që vazhdimisht janë lidh me Kur'anin, po në momente të caktuara të jetës tyre janë kap shumë me Kur'anin, më shumë se që kanë kaluar më herët, kanë thonë çatëherë e kena kuptuar jetën reale. Çatëherë e kena kuptuar tamam kënaqësinë tonë me Islam. Çatëherë kur jena kap për Kur'anin tamam, dhe këtë fjalë ka thonë për shembull Ibn Taymi rahimahullah, që
u konën lidhja e tij me Kur'anin ka qenë e çuditshme. Po në momentet të fundit që ka qelluar dhe ka vdekur në burg, atëherë është lidh me Kur'anin, hala më shumë edhe ka thonë sikur ta kisha ditë këtë jetën ja kisha dhënë Kur'anit. Që aty e kom po tamam çka domethënë më kënaq me Kur'anin. Andaj dashur vëllazni, mundohemi që ta përjetojmë çdo çish për ta Abdullah ibn Mesudi. Nalmi, ku ka kësi ajete, ta këshymi çka po do me thonë Zoti, edhe ku ka ajete kërkesa, me këshyri çfarë kërkesa ka, so po kena mundësi me praktiku, edhe kena me po që ka me nashku jeta, edhe kena mundësi rreth 79 ajeteve. Ka me nashku jeta keq edhe kena mundësi rreth 79 ajeteve, edhe s'kena me mujt tamam mishtin praktik që dot. Allah inshallah na mëson me e praktiku fjalën e tij ashtu siç është ai i kënaqur me neve. Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.